Ne do ta hapim këtë derë të çuditshme hapësire pas një diskutim apo jo. Nuk ka asnjë mundësi që t'ikim, që të kemi një ditë normale, të qetë dhe jo të çmendur, ë? Ma mori mendja. Pas teje shoku. Ku jemi kështu? Silvia, ky vendi është maktitas. Pak bosh nëse do të më pyesje mua. Shëtitas? Jam këtu. Ajo ishte e pabesueshme. Si e bëre? Pra kështu duket bishti im. Jo keq. Ratatut, ratatut, ratatut. Bëje përsëri. Plako, ky vend është fantastik. Ti dhe provosh këtë. Wow, unë duhet ta provoj atë. E kuqe, jeshile, e verdh, blu, mbas që mund të bëhem si stof skocez gjithashtu. Drejt këndësh i kuq tani. Tre këndësh jeshil, paralelogram kashmiri, një lug portokalli. Wow, bravo. Ua, çfarë? Ky vend është i çmendur. Krejtësisht i lojtur. Është i krisur. Krejtësisht i marrë. Absolutisht i çmendur. Tamam si byrek me kandila deti. Ashtu? Mirë pafshim byreku me kandil deti, koha për të humbaca me ujë. Mos tani. E shikon diku atë derën që hym këtu? Ndoshta duhet të gjejmë një mënyrë për të dalë nga ky vend, ë? Duhet patjetër ta bëjmë këtë gjë. Sigurisht që do të ishte mirë të dinim që nuk kemi ngecur në mes të asgjës. Po, mendoj se ke të drejtë. Pra, kush është plani? Ti shko nga Joan, unë do të shkoj nga ana tjetër. Nuk ka asgjë këtu. Wow, ti je kaq e vogël, Silvia. O, sa lezetshme që je mund të hap. Po, me të vërtet. Shëtitas, mjef, më ullë poshtë. O, jo, prit. Më ngri lartë, ndoshta ky vend ka një tavan. Ups, më fal. Pashur! Më fal. Jo, nuk ka asgjë këtu lart. Wow, më fort, mos lëviz.